Përshëndetje shenja e peshqve, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 9 kupat, mbretëresha e monedhave, 2 shkopinjt, 5 kupat. Ju po hyni në këtë javë me një ndjesi që diçka është arritur. 9 kupat flet për një dëshirë që është plotësuar, ose për një moment kënaqësie personale. Ju mund të ndiheni krenar për veten, për rrugën që keni bërë. Ka një vetëdije të bukur për vlerën tuaj. Me mbretëreshën e monedhave, ju jeni në energjinë e stabilitetit dhe kujdesit. Jo vetëm për të tjerët, por edhe për veten. Kjo kartë ju thot, ju dini si të ndërtoni siguri, ju dini si të krijoni bazë. Më pas kemi 2 shkopinjt, një pikë zgjedhjeje. Ju po shikoni horizontin. Ka diçka që doni më shumë. Ndoshta mendoni për një ndryshim, për një hap të ri, për një vendim që kërkon guxim. Por në fund kemi 5 kupat. Këtu qëndron hija e javës për ju. Një zhgënjim i vjetër, një mungesë, një fjalë që nuk u tha. Ju mund të ndjeni se ndërkohë që shumë gjëra janë mirë, zemra juaj ndalet tek ajo që nuk funksionoi. Nga ana intuitive ndjej se duhet ju them se nuk duhet të përqendroheni vetëm tek ajo që ka humbur. Pas jush qëndrojnë ende kupa plot, ka dashuri, ka mundësi, ka bekime. Mos i lini syt tek e kaluara aq sa të humbisni të tashmen. Kartat këshillojnë të lejoni veten të ndjeni trishtimin, por mos jetoni aty. Ju meritoni gëzim të plot. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 4 shpatat, 3 monedhat, njeriu i varur dhe 6 kupat. Në familje ka nevojë për pushim emocional. 4 shpatat tregon se dikush ka nevojë të tërhiqet, të mos reagojë menjëherë. Ju mund të jeni personi që zgjedh qetësinë në vend të debatit. 3 monedhat flet për bashkëpunim, gjërat zgjidhen përmes komunikimit praktik, jo emocional. Njeriu i varur ju kërkon të shihni situatën nga një kënd tjetër. Mos insistoni në mënyrën tuaj, ndoshta dikush tjetër ka një të vërtetë që ju nuk e keni parë ende. Dhe 6 kupat sjell nostalgji. Mund të rikthehen kujtime, tema të së kaluarës ose një person që ju lidh me fëmijërinë. Mund të bëhet fjalë edhe për fëmijë. Nga ana intuitive ndjej se një çështje e vjetër familjare kërkon falje ose mirëkuptim, jo fajsim. Kartat këshillojnë të mos reagoni për plagët e së kaluarës, pra reagoni me pjekurinë që keni sot. Kalojmë te dashuria. Në dashuri kemi kalorësi i shpatave, 10 kupat, temperanca dhe 8 monedhat. Ju mund të përjetoni një hyrje të fortë komunikimi, sepse kalorësi i shpatave nuk vjen butë. Ai vjen me fjalë të drejtë për drejta, me një dëshirë për të thënë të vërtetën, troç, për të sqaruar, për të vendosur gjërat mbi tavolinë. Kjo mund të tregojë që mund të vijë një mesazh i papritur, një bisedë që ka kohë që ndoshta është shtyrë, ose një person që papritur bëhet shumë i qartë ose e qartë për ndjenjat e tij ose të saj. Nuk ka rëndësi gjinia në këtë mes. Por keni kujdes, sepse energjia e këtij personi është impulsive. Ky person flet shumë shpejt, është shumë orator, ka një aftësi komunikimi të mrekullueshme. Është bindës me fjalët. Ndonjëherë nuk mendon sa duhet për ndjeshmërinë tuaj. Dhe ju, si peshq, ndjeni gjithçka. Por pas kësaj kemi 10 kupat. Kjo është karta e përmbushjes emocionale, e harmonisë së plotë, e një ndjenje kështu duhet të jetë. Pra,
Kjo më tregon mua se pavarësisht një fillimi intensiv, kjo situatë ka potencial shumë të bukur, ka mundësi për pajtim, ka mundësi për t'u thelluar gjërat, ka mundësi për një lidhje që ndihet si shtëpi shpirtërore. Por çelësin e kemi të gjithë tek temperanca. Temperanca është major arkana e shigjetarit, që ndoshta mund të bëni dhe me një shigjetar, por jo për të gjithë, pra nuk rezonon për të gjithë kështu. Temperanca tregon që ju duhet të jeni ura, pra jo duke sakrifikuar veten, por duke balancuar, sepse temperanca thotë mos reagoni menjëherë ndaj çdo fjale, merrni frymë thellë dhe përzijeni arsyen me ndjenjën. Mos lejoni që një moment tensioni të errësojë një potencial kaq të bukur. Më pas kemi 8 monedhat. Kjo është karta e punës së qëndrueshme. Dashuria këtë javë nuk është vetëm emocion, është investim. Nëse kërkoni stabilitet, duhet përkushtim. Nëse ju jeni në një marrëdhënie, ju mund të ndjeni se partneri po bëhet më i drejtë për drejtë. Mund të ketë një debat të vockël, por ky debat nuk është për ndarje, është për qartësi. Nëse ju tregoni maturi, kjo bisedë do ta çojë marrëdhënien në një nivel më të thelluar. Mund të ndjeni një afrim emocional pas një sqarimi. Është si të hiqet një re dhe më pas të dalë dielli. Kartat këshillojnë të mos reagoni me frikë, reagoni me vetbesim, sepse ju e dini mirë vlerën tuaj. Nëse jeni vetëm, dikush mund të vijë me energji shumë të fortë, mund të jetë një person, një tip që flet hapur, ndoshta pak dominues në komunikim, siç thash është shumë i zoti ose e zonja me fjalët, është orator ose oratore, por thellë brenda këtij personi ka dëshirë për stabilitet. Unë do të thoya që të mos e idealizoni menjëherë, sepse 10 kupat ju tundon të ëndërroni shumë shpejt. Pra shikoni nëse ky person është gati të punojë për lidhjen, jo vetëm të flas bla bla bla. Më kuptoni? Pra, nga ana intuitive, ju jeni gati për dashuri që është e qartë, jo e paqartë, sepse ju jeni të lodhur nga gjysmëndjenja, nga pritja, nga energji të paqëndrueshme. Dhe kjo javë mund t'ju tregojë nëse personi përballë është gati të ndërtojë me ju apo vetëm të kalojë një moment kështu kalimthi. Nëse ky person zgjedh të punojë me ju që përcaktohet nga karta e 8 monedhave, atëherë kjo marrëdhënie ka potencial për një histori shumë të bukur. Nëse ky person nuk është bashkëpunues, atëherë ju do ta kuptoni shumë shpejt. E dini pse? Sepse kemi asin e shpatave tek sfera e punës. Dhe asi i shpatave tregon që këtë javë ju keni shumë qartësi mendore në përgjithësi. Pra, do jeni shumë të qartë, do i keni shumë të qarta gjërat. Me pak fjalë nuk mund t'ju afus njeri. E thënë kështu troç dhe thjesht dhe pastër dhe bukur. Bukur. Okej, kalojmë tek puna. Në punë kemi faqen e shpatave, asi i shpatave, kalorësi i monedhave dhe 4 monedhat. Në punë ka ide të reja. Faqja e shpatave tregon kurreshtje, ndoshta informacion të ri ose një lajm. Asi i shpatave, siç ju thash, është shumë i fortë, ka qartësi mendore, vendim të prerë, ndonjë e vërtet që del në dritë ose ju thoni diçka ose dëgjoni, merrni një komunikim shumë të qartë, pra. Me pak fjalë ju do të kuptoni diçka shumë thelbësore këtë javë. Kalorësi i monedhave ju këshillon të mos nxitoheni, sepse kalorësi i monedhave është energji shumë e ngadaltë. Në të gjitha kartat në tarot, kalorësi i monedhave është energjia më e ngadaltë nga të gjitha kartat.
sepse në këtë rast, në energjinë tuaj thuhet se suksesi vjen nga konsistenca. Por kemi 4 monedhat që tregon një tendencë për t'u kapur fort pas sigurisë. Mos kini frikë të investoni energji në diçka të re nga frika e humbjes. Nga ana intuitive, ndjese duhet t'ju them që një ide që ju duket e vockël mund të bëhet shumë e rëndësishme nëse e kultivoni. Kartat këshillojnë të mos e sabotoni rritjen nga frika, sepse stabiliteti është i mirë, por të qëndruarit në mënyrë të stagnuar nuk është e mirë. Kalojmë tek Prism Oracle, ku kemi sadness. Trishtim. Trishtimi këtë javë nuk është armik për ju. Është pastrim. Është një ndjenjë që ju kujton çfarë ka rëndësi për ju. Ju ndoshta mbani një mall në zemër për një person, për një version ndoshta të vjetër të vetes suaj, ndoshta për një ëndër që nuk u realizua ashtu siç e imagjinonit. Por trishtimi është si deti për ju peshq, ai ju pastron, nuk ju mbyt. Nëse e lini të rrjedh ama, paçim.